Qenurit libër i hapur nuk është gjithmonë ideja më e shëndetshme, qoftë në raport miqësor, qoftë në raport me partnerin, po edhe në raport me punën. Është mirë më konë ma i rezervuar në disa çështje, po mendoj që po, edhe në lidhje duhet disa muhabete, mi majt veç për vete, mos i tregu as partnerit, po as dikujt tjetër. Ose mund t'jene edhe biseda ndoshta që i bën me dikët tjetër? Po, shumë e thjesht, një bisedë që mund është me bo me një shoqe, nuk besoj që mundet me konë në interes të partnerit që me ja tregu kreqat bisedë, veç është nashta e ngarkon. Unë isha një ngarkume nëse ma kish tregu një muhabet që kish bo me dosat vetë. Okej, një pyetje nga ana jote. Po, vazhdojshta me e cekë që pa tjetër transparenca është shumë e domosdoshme në lidhje, po nëse ajo, në sekret që ti e mban edhe nuk e prish qatë marrëdhëniet, nëse e ki një mendim tani, pa tjetër që nuk duhesh me i tregu derisa të arrin, ama nëse është çështja besimi që e lkun besimin, që ai sekret jote i qoftë edhe tradhtia nëse bëhet fjalë, pa tjetër që duhet me i tregu. Jo, kush tradhton s'kam të Inshallah s'kam të qatë. Tinët aty. Jo, zë sekret është tradhti, është në veç se u përmend. Diçka që i lkun besimin, duhet të shëndosha. Se kur të zbulohet, pastaj tani... Jo, Nita e ka në... Jo,